Në gjatë kësaj jave kemi folë për fshirjen e fëmijëve në për klasë, se para luftës e kemi pas klasët e veçanta, të ndame do të thonë për fëmijë me nevojat veçanta. Tash përfshirje, po kemi edhe hezitim prej prindve që më përfshi ka njerë kundërshtim, edhe prej mësimdhënësve edhe prej prindve. Tash nëse është e vështirë më përfshi edhe në arsim, sa është e vështirë, më duket edhe më e vështirë më përfshi në sport. Ajo që unë vinë nga Instituti Pedagogjik Kosovës edhe aty një kolege jona në vazhdimësi ka trajtu këtë temën e gjithëpërfshirjes në raport me studimet, edhe si që përshkrujti kolege Lulavere, ka një përparim, një zhvillim, ka shi shumë situatave, dhe më thonë përtej politikave, ku e drejta për edukim është një drejtë themelore adresume që nga kushtetuta dhe legislacioni tutje, kurikula jonë ka vendos një parim bazë, udhëhes njërin për i parimeve, që është gjithëpërfshirja dhe në këtë drejtim është qasja e gjithëpërfshirjes duhet të reflektohet në secilin fushë të kurikulis të këni, pra dhe në edukimin fizik edhe në sportet. Tash kur flasim për përfshirjen në sporte, në iniciativën e Save the Children Kosova, ne patëm mundësi me një grup shkollash, me një studim rasti në 3 komuna, 3 shkolla, me i taku përfasus të prindërve, mësimdhënësve, nxënësve, udhëheqësin menaxhmentin e shkollës, përfaqësues nga komunitetet e marginalizuara, përfshi dhe fëmijë me aftësi të kufizuara. Dhe tash nga perspektiva e situatës reale në shkollë, shihet që akoma ka vend për të punuar në krijimin e kushteve dhe mundësive të barabarta. Kur themi krijimin e kushteve dhe mundësive të barabarta, janë ato baziket që duhet me pas qasjen, hyrjen, lëvizjen, mjetet e përshtatshme të adaptuara, mandej qasja metodologjike, gjithsesi pedagogjike, ku një fëmijë me nevojat veçanta për të përfshirë në sportet duhet të ketë një mbështetje, duhet të dihet mirë nevoja e tij ose saj, aftësia, niveli i aftësisë dhe mandej qasja për me e zhvilluar atë. Të thonë dy përvoja, 2 shembuj të mirë në simpoziumin e djeshëm u reflektuan ku njëri prej fëmijëve ka hezituar të flasë për një kohë gjatë dhe me përfshirjen në kuadër të Federatës së Sportit të Kosovës në një aktivitet fizik është liru dhe kjo ka ndikuar në zhvillim pozitiv edhe fëmiu sot komunikon me bashkëmeshatar. Në anën tjetër patëm një rast ku lëvizjet kanë qenë 8 kufizuara dhe kur është mobilizuar klasa dhe shkolla në përfshirje aktive të atij fëmiu, ajo fakt vajzishte lëvizjet e saj janë zhvilluar në atë masë sa që mjeku kur ka pas vizitën e radhës, ka pas një vlerësim jashtëzakonisht pozitiv. Tash po, keni drejt, ka shumë reagime kur ne nuk mund të themi që kemi siguru vetëm kur e kemi qenë në klasë, nëse nuk i kemi siguru një asistent mbështetës, nëse nuk i kemi siguru një mbështetje e cila siguron që nuk bëhet pengesë për klasën, po e integrojmë përmes punës për bashkët me nxënësit që të mbështetet ai fëmijë, e integrojmë përmes punës me prindërin dhe në këtë mënyrë mandej sigurohet përfshirja në nivel aktiv, si që përshkruajti kolegi. Pikërisht sepse nuk janë vetëm fëmijët me aftësi të kufizuara, janë edhe grupet e marginalizuara, cilët përkundër aftësive të plota për me marrë pjesë në sport ose në aktivitetet të caktume, thjesht kanë barjera tjera cilat nuk i lënë me u bë pjesë e këtyre aktiviteteve. Tash këtë javë përmendje edhe Keka u diskutu rreth shkollave dhe klasave ku realizohen edhe peticione prej prindërve për largimin e këtyre fëmijëve prej klasave. Domethënë ekziston një barjerë fillestare akoma pa mrit tek sistemi i arsimit që duhet me u intervenu edhe një lloj vëdësimi, apo jo? Po, konsideroj që këtu kemi nevojë akoma të punojmë shumë me prindërit, me komunitetin përgjithësi, sepse nëse nisim nga një parim shumë i thjeshtë, ne nuk mund ta zgjedhim do ta kemi komshi afër, domethënë komunitetin ku jetojmë, ne nuk mund ta zgjedhim përgjithsisht, sepse nuk është në dorën tonë. Dhe ne në komunitetin ku jetojmë kemi lloj-llojshmëri, kemi diversitet, dhe që ajo e bën një shoqëri akoma më të mirë. Dhe përderisa ne jetojmë në një komunitet ku ka shumë diversitet, jetën gjë duhet të ndodhë dhe në shkollë. Pra, ne kur shkojmë shkolla duhem të kemi fëmijët në një klasë ku mund të jenë rrjedhimisht këtë fëmijët e intelektualëve, sepse aty ne konsiderojmë që fëmiu jonë aty zhvillohet më mirë dhe ndihet më mirë. Po në fakt është e kundërta. Fëmiu në sa më ambient që ka diversitet, sa fëmijë të ndryshëm, me prijardhje të ndryshme, me aftësi të ndryshme, me mundësi, domethënë që ky diversiteti është ajo që e zhvillon fëmiun. Pra zhvillon në të gjitha aspektet.